Tani, nuk e di fare, për sa i përket lojës Miri dhe Selin, nuk e di pse nga e gjithë kjo gjë, mund të dali Gimbo viktim. Do të thoni pse juve mendon kështu, Andrea. Mendoj kështu sepse mbaroi loja e tyre e krevatit, për shembull. Nuk ka çfarë diskutohet më, dolim pa, u ezaurua si lojë, si situatë. Se mua nuk më hiqet nga mendja kur ishin në shpellë që u futën në dhomë të rrëfimit të dy. U ezaurua si lojë dhe çfarë kanë bërë tani? Mund të kene rënë dakord të dy, se si qysh tek me gjuhën e trupit ose me shenja, që po të bëhen për shembull të dy lojtar kundërshtar, do të vazhdojnë do të fliten në prime. Pra nga një miqësi që kishin në një aleancë që kishin të dy, do të diskutohet si një, në thonjza, një lloj armiqësie. Çfarë ndodh këtu tani? Topi në këtë në mes mund të jetë Gimbo. Pra, viktima në këtë lojën e këtyre të dyve mund të jetë Gimbo, sepse Gimbo, sipas publikut për shembull, mund të shikohet si ai që shkatroi lojën e Mirit, marrëdhënien e Selinës me Mirin, atë aleancën, jo marrëdhënien, po aleancën. Dhe e gjithë kjo gjë, duke parë Miri dhe Selina që është diskutuar disa prime që është futur Gimbo në mes në këtë trekëndçin e këtyre, mundet të kenë rënë dakord, mund të jetë një opinion i gabuar, po duke parë etin e madhe që ka Selina me Mirin për lojën, patjetër se fundja fare nuk e gjykoj, për atë kanë hyrë për të bërë lojë për një çmim, për të marrë çmimin. Mund të kenë rënë dakord me njëri tjetrin që të bëjnë këtë lloj loje që të jenë kundër njëri tjetrit, e cila do të ketë prime pas prime, siç ishte këtë prime të datës 17 shkurt ditë e martë, ku u fol e gjithë pjesa e parë, u fol marrëdhënia Mirit me Selinën. Vura re për shembull që u profilizua pak në një farë mënyre sikur Juela ka pas njëje nga jashtë me Mirin. Kjo është një lojë e dytë që po hapet për Mirin, se nuk u diskutua kur ishte në marrëdhënie me Selinën, sepse ishte krevati në mes. Tani që ka ikur kjo, për t'i hapur një vatër tjetër Mirit, por mos ta lënë pa lojë Mirin, ndoshta produksionit i duket më duhura për ta futur në lojë, për ta mbajtur në lojë dhe situata me Juelën. Kjo ngjitet për të parë. Por të dalë shkurt, ta përmbledh shkurt, nuk e di pse mendoj që Gimbo mund të jetë një viktimë e lojës Mirit dhe Selinës. Mbas edhe jam gabim, por ngjelet për të parë deri në fund.